Sot hapim një ekspozit me titullin Tre Penelat, një ekspozit e hapur nga tre motra ku talenti, pasioni dhe dashuria për artin bashkohen në një. Majla Egis dhe Irili Ismaila i kanë një pasion të veçantë për artin, e që në moshë të vogël i janë nënshtruar kurseve të ndryshme për piano, pikturë dhe kërcim. Sot, kur dy më të mëdhat ndjekin shkollën e mesme, ndërsa më e vogla është ende në ciklin fillor, vinë para të dashëse me tablot e tyre, të realizuara në vite të ndryshme, përmes pikturave dhe vizatimeve me motive popullore, pejsazheve apo natyrave të qeta. Tre motrat Ismaila i kanë realizuar tablo mjaft interesante, duke shprehur më së miri përmes tyre pasionin për të bukurën. Këtu kemi shumë punime të ndryshme, nga pikturat në telajo, vizatime në fleta, edhe punime në qelq. Neve kemi filluar kursin që të vogla dhe që të vogla kemi shprehur këtë talentin dhe pasionin për pikturën dhe artin, dhe ka piktura që janë bërë ndër vite, që nga viti 2017, 2018 dhe me radhë. Për mua piktura është një nga hobit që unë nuk mendoj që do ta lëm ndonjëherë, pra do jetë pjesë e jetës time gjithmonë, por nuk e shoh veten si një profesion. Unë mendoj që do jetë një bashkim i artit dhe shkencave, sepse unë dua të mbaroj për arkitekturë, kështu që është një lidhje mes të dyjave. Irili është më e vogla e shtëpisë dhe prindrit e kanë orientuar drejt kurseve të pikturës apo kërcimit, jo vetëm për të ndjekur shembullin e motrave më të mëdha, por edhe për ta mbajtur larg asaj, që në ditët tona është armiku numër 1 i brezit të ri, teknologjisë. Prindërit më shoqëronin duke më çuar në kurse që e vogël që të largoshe nga telefoni, pra mos të qëndroja pranë internetit, dhe duke u përpjekur të vizatoja më bukur, të ngjyrosja më bukur, mos të dilja nga vijat, mësova dhe arrita deri këtu në këtë fazë kur u hap kjo ekspozita e parë. Më pëlqen të pikturoj për popullin tim, pra për Shqipërinë, me motive shqiptare, valle, veshje e të tjera, por dhe pejsazhet më pëlqejnë shumë. Ekspozita Tre Penelat e tre motrave Ismailaj do të qëndrojë hapur për gjatë kësaj jave në sallën e QKF-s Durrës, dhe ardarsit, por dhe nxënësit e shkollave do të mund ta ndjekin atë nga afër.